Ndërkohë, marrim edhe një mendim nga Olta dhe Leonora për të gjithë këtë të papritur të madhe që vllai i madh shkaktoi brenda shtëpisë. Jo vetëm papritur, që ishte një bombë vërtet, por lëndrimi fut në lojë në mënyrë të mrekullueshme. Nëse do ta kishte refuzuar ta ta shtypte pulsantin, nëse unë do të mundja t'i flisja, do t'i thoja lije lojën që sot, nuk je për atë lojë. Vërtet? Po, nëse ai do të refuzonte, dhe do të bënte djalin e mirë, jo se unë nuk dua të çoj shokët nominim, edhe nëse do ta refuzonte këtë ofertë të vllait të madh, unë do t'i thoja lije lojën sot sepse ti nuk je për këtë lojë. Dike që e lojtare fort. Bravo. Për mua nëse robat nuk kthehen shpejt, ai veç ka fillu ka me fillu me kriju armiqësi me banorët, po për ndryshe nëse robat kthehen, besoj që do të relaksohet. Po që është fut në rol të lojës, po. Atëherë, vetëm t'ju tregoj edhe njerë t'ju spjegoj që ju do të votoni për banorin të cilin doni të takoni jashtë shtëpisë. Televotimi do t'jetë japur nga e hëna, pra sot deri të premten, kur do t'jetë prajmi i radhës, dhe ju do t'keni mundësi që të takoni banorin pasi që të votoni dhe të shpallit verdikti ditën e premte në prajmin e radhës. Keq ka duhet ju them është që ju mund të takoni atë në një ambient të hapur dhe ndoshta në një shtëpi xhami. Kaq për tani. Më vonë ju tregojmë se çfarë do të ndodhë. Ka ardhur momenti të lidhemi prapë me banorët. Të shohim se ç'po ndodh aty. Hajde fizojmë që na i përqen. Kjo është po vaj, ka do ide. Ka që të më hime këtë idenë që nështë asë janë Hey, Nysa! Let's be real. No. Si ndje. Nysa! Kush e din çka ki pas te ai? Banor! Është not at all. Be more open-minded. It's something që Shoh që polemikat vazhdojnë mes jush. Do keni kohë sa të doni, sepse është vetëm dita e parë. Në këto momente ju pret një super dark, ku aty mund edhe të sqaroni gjithçka me njëri tjetrin, apo të ndani mendimet tuaja për vendimin e lëndrimit. Po, patjetër. Ma në minutë ke... Kap Vin 13, piceria më e njohur në Kosovë, veçantë për produktet e saj 100% italiane, një brand i krijuar nga maestro Vincenzo Capuano dhe i sjell nga Amir Rahmani, drejt për drejt nga Napoli, Italis, tashmë në zemrën e Kosovës. Kap Vin 13, numëron 57 pika në Itali, 3 në Kosovë, 1 në Holland, 2 në Gjermani dhe 1 në Singapur. Duket shumë e shishme, kështu që shijoni darkën dhe kënaquni, shijoni disa më shumë, bashkë do të shihemi të premten me ju. Nysa, banor, kam edhe diçka për juve. Ju e dini që unë e di se ju e dini që ju dua shumë. Natën e mirë. Kjo vlen edhe për juve që na ndoqët deri në këto momente, në këtë ditë të hënë, e di që nesër keni mësuar herët, po hey, Big Brother i ka filluar, do të kemi të hënë dhe të premte, ne të pagjumë, por me plot emocione. Shihemi bashkë. Faleminderit Olta, faleminderit Leonora, bashkë takohemi sërish. Nice.